Sa herë na ndodh në jetë të ndihemi vetëm, të kemi nevojë në një përqafimi nga një shok, nga një i afërm, dhe të na thonë se sa shumë vlen për ta. Sot kemi të ftuar në studio një zotëri, të cilit i kanë ardhur ato, SMS-t. Përshëndetje për ju edhe publikun e gjerë. Edmond, je gati të ndjekësh SMS-t? Ke emocione? Po patjetër, po nga pak. I lezetshëm Raimondi, ndjekim SMS-n e parë. Ndonjëherë në jetë vijnë disa njerëz që ta ndryshojnë rrjedhën përgjithmonë. Kur si kisha menduar që do e bëja këtë SMS, ndërkohë që jam duke mbajtur fëmijën tonë në bark. Po ta kisha përbërë shumë të moj plerë. Po, zemër ndodhi veç një herë. Mondi, po kemi ngrëmbuk, Mondi. Ha, të O zot, çfarë dritërime! O Perëndi, dhe të mendosh që SMS-t nuk kanë filluar akoma, zoti Desdemond. Ndjekim tjetrën. Salut nga Bruxelli, jam unë Roberti, shoku i Mondit. Unë e mbaj Mondin mend që nga fëmiria dhe ka qenë një fëmijë shumë i qeshur, dhe kur erdhëm të dy në Bruxelles, mua dhe Mondi, ishte një gjë shumë e mirë, pavarësisht se pastaj Mondi hyri një rrugë tjetër, por ai për mua ngjiti gjithmonë Mondi, pavarësisht se për autoritetet belge këtu njihet si Costa Kamberi, dënuar për tre grabitje, ndër të cilat sulmoi një plak, grua të moshuar për vetëm 35 euro, e goditi me levë. Më ka marrë malli, në fakt do doja të shija përsëri Mondi, po gjykata këtu të ka dënuar në mungesë me 25 vite burg, edhe mira është mos vish, prapti je në zemrën në zemrën time, Mondi. Salut nga Bruxelli. Oh, wow, nuk e di si i kam mbajtur lotët. O Perëndi, çfarë drame. Mund të largojmë se kam një punë. Nuk kemi mbaruar akoma, Mondi. Nëse kjo SMS nuk të prek, je i katili degeneruar. Shife aty. Të flasësh për Gjildën ose Mondin, siç e njihni ju, është shumë e vështirë për mua. Nuk e di nëse Mondi e bënte për të mbajtur familjen apo për adrenalin këtë zanat, por ka qenë një nga punonjësit e seksit më special, nuk e di. Stilat që bënte Mondi mbahen mend akoma. Dua ta përshëndes, unë dhe i gjithë grupi, Mondi të përshëndesim, di që tani punon vetëm me njerëz luksi, bën art, sepse je artist në këtë zanat, po gjithsesi të puthim Mondi. O zot, çfarë emisioni kemi patur sot, apo jo migra, Për të gjithë ju që doni të bëni pjesë e emisionit tonë, ka një SMS për ty, na shkruani dhe do ta bëjmë historinë tuaj publike. Mirupafshim.